Pas vendimit të gjykatës civile, pezullohet greva e kontrollorëve të trafikut ajror. Bashkimi Evropian i ndau Maqedonisë Veriut këstin e dytë për reforma dhe rritje. Sonte në mesnatë fillon heshtja zgjedhore. Ministria e Punëve të Brendshme thotë se zgjedhjet do t'i ndjek metron. Protestohet në Tiranë, kërkohet drejtësi për ish-krerët e ushtrisë shërbimtare të Kosovës që po gjykohen në Hagë. Të nderuar shikues, përshëndetje. Gjykata civile vendosi dje të ndaloj grevën e paralajmëruar të kontrollorëve të trafikut ajror të planifikuar për 20 tetor. Sot kryetari i Sindikatës Profesionale të Kontrolluesve të Trafikut Ajror, Aleksandar Tasevski, njoftoi se do t'i drejtohen Këshillit Gjyqësor Republikan dhe se do të ngrenë padi kundër gjykatësit të lëndës. Kontrollorët e trafikut ajror do ta pezullojnë grevën e paralajmëruar për ditën e hënë pas vendimit të dieshëm të gjykatës civile, e cila ndaloi grevën e paralajmëruar të kontrollorëve të trafikut ajror të planifikuar për 20 tetor. Kryetari i Sindikatës Profesionale të Kontrolluesve të Trafikut Ajror, Aleksandar Tasevski, njoftoi në konferencën për media se do t'i drejtohen Këshillit Gjyqësor Republikan dhe se do të ngrenë padi kundër gjykatësit të lëndës. Ai shpreh se nuk kanë qenë të njoftuar as për padin dhe as për vendimin gjyqësor, dhe se për këtë janë njoftuar nga mediat. Nuk kemi pasur asnjë njoftim, asnjë ftesë për padin nga pala tjetër, se ka procedurë kundër nesh për ndalesë të grevës. Dje, për herë të parë nga ana e disa mediave, u njoftua me vendimin e gjykatës përmes të cilit kuptova se ekziston vendim për ndalesë dhe pastaj filluam të interesohemi. Ai thoste që kur ka ardhur struktura e re menaxheriale në gusht të vitit të kaluar, deri në dorëzimin e njoftimit të fundit për grevë, e gjithë marrëveshja ka ngecur. Nuk ka pasur asnjë lëvizje dhe asnjë aktivitet në ato pika të marrëveshjes. Një ndër kërkesat e tyre është përmirësimi i kushteve themelore për punë, siç është zgjidhja e problemit me ujin. Kjo është njëra ndër kërkesat. Në mesin e përmirësimit të kushteve për punë, njëra nga kërkesat ishte të zgjidhet problemi me ujin. Ndodh që me ditë të mos kemi ujë dhe të punësuarit në tualet duhet të shkojnë ose në aeroport ose në Petrovec, në ndonjë lokal të afërt. Sindikata kërkon respektimin e marrëveshjes së nënshkruar pas njoftimit të një greve në vitin 2023 dhe takimit me Ministrinë e Transportit më 12 tetor. Greva duhet të niste më 20 tetor nga ora 10 deri në orën 15 dhe duhet të mbylleshin të gjitha fluturimet nga aeroporti i Shkupit dhe Ohrit. Gjykata civile të njëjtën solli vendim me të cilin ndalohet greva e kontrollorëve të trafikut ajror. Dy aeroportet e Maqedonisë së Veriut, aeroporti ndërkombëtar i Shkupit dhe aeroporti i Ohrit, Shëmpali Apostull, kanë shërbyer mbi 2.5 milion pasagerë gjatë 9 muajve të parë të vitit, duke shënuar një rritje prej 6% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit kaluar. Numri fluturimeve u rrit për 3% me 20.141 fluturime të realizuara nga janari deri në shtator. Sipas TAV Aeroport, rritja është kryesisht rezultati i hapjes së 8 linjave të reja ajrore që filluan këtë vit në bashkëpunim me kompanitë ajrore dhe me qeverinë. Drejtori i përgjithshëm i TAV Maqedoni, Nexhat Kurt, paralajmëroi edhe 7 linja të reja ajrore që do të fillojnë së shpejti nga Shkupi për Bari dhe Stockholm më 27 tetor dhe nga Ohri për Basel po atë ditë më 28 tetor. Shkupi lidhet me Madridin dhe Larnakën dhe nga 15 dhjetori me Pragën dhe Kölnin. Për vitin e ardhshëm janë planifikuar linja të reja nga Shkupi për Budapest dhe Napoli më 30 mars 2026 dhe nga Ohri për Milano më 30 mars, Wrocław më 7 qershor dhe Katowice më 8 qershor. Bashkimi Evropian ka miratuar lëshimin e dytë fondeve për Republikën e Maqedonisë Veriut në kuadër të instrumentit të reformës dhe rritjes Ballkanit Perëndimor. Ky vendim miraton një shumë totale neto prej 16 milion eurosh si një mbështetje e kombinuar, pjesërisht grant dhe pjesërisht kredi. Nga kjo shumë 7.4 milion euro paguhen direkt në buxhetin e shtetit, ndërsa pjesa tjetër është menduar për financimin e projekteve të infrastrukturës përmes kornizës së investimeve në Ballkanin Perëndimor. Vendimi i cili është një njohje reformave nga qeveria
Në fakt që qeveria ka zbatuar në mënyrë që të përputhet me standardet e BE-s, vjen pas vlerësimit pozitiv të Komisionit Evropian për kërkesën e paraqitur nga Ministri për Çështje Evropiane Orhan Murtezani si koordinator kombëtar për instrumentin e reformës dhe rritjes. Komisioni ka përcaktuar se Maqedonia e Veriut i plotëson parakushtet dhe kushtet e përgjithshme për lëshimin e fondeve të cilat lidhen me qeverisjen demokratike, sundimin e ligjit, stabilitetin makroekonomik dhe menaxhimin e financave publike, theksojnë nga Ministria për Çështje Evropiane. Pjesëmarrësit në zgjedhjet lokale të së dielës sot po mbajnë aktivitetet përmbyllëse përpara heshtjes zgjedhore e cila fillon sonte pas mesnatë. Ndërkaq po zhvillohen edhe përgatitjet e fundit të institucioneve për mbarvajtjen e këtij procesi. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftuan se siguria e qytetarëve do të garantohet me mjete standarde materiale dhe teknike, ekipe mobile dhe operacione në pika kontrolli. Sonte në mesnatë fillon heshtja zgjedhore e cila do zgjas deri në përfundimin e rrethit të parë të zgjedhjeve lokale të së dielës. Nga e hëna më 20 tetor, do të filloj fushata për ato komuna ku do të ketë rreth të dytë të votimeve. Institucionet kompetente veç më kanë filluar përgatitjet për mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Ministria e Punëve të Brendshme në Maqedoni njoftoi se në kuadër të masave që po ndërmerren për siguri në ditën e zgjedhjeve, do të përfshihet edhe përdorimi i dronëve për të monitoruar zgjedhjet për ndërhyrje më të shpejtë në rast incidentesh, siç njoftoi nga MPB, në përputhje me vlerësimet e bëra dhe planet e përcaktuara. Në ditën e zgjedhjeve, oficerët e policisë do të jenë të pranishëm pranë qendrave të votimit dhe në pikat kyçe të trafikut, me qëllim rritjen e efikasitetit dhe zbulimin e kohë të shkeljeve të mundshme të rendit dhe qetësisë publike. Siguria e qytetarëve do të garantohet me mjete standarde materiale dhe teknike, ekipe mobile dhe operacione në pika kontrolli, si do të përdoret teknologji moderne, dron për kontrollin ajror, me qëllim reagimin më të shpejtë dhe ndërmarrjen e masave dhe aktiviteteve të duhura në rast incidentesh. Ndërkaq edhe Komisioni Shtetëror Zgjedhor ka filluar shpërndarjen e materialit konfidencial zgjedhor të gjitha komisionet komunale zgjedhore në vend. Në këto zgjedhje, të drejtë vote kanë 1.8 milion votues, aq sa janë të regjistruar në listën zgjedhore. Në ditën e fundit të fushatës zgjedhore, një ditë para heshtjes, kandidati koalicionit Vlem për komunën e Çajirit Izet Mexhiti prezantoi një përmbledhje të projekteve të realizuara dhe atyre që planifikon të realizojë në mandatin e ardhshëm 4 vjeçar nëse fiton zgjedhjet e 19 tetorit. Në fokus programi i tij janë rregullimi i infrastrukturës nëntoksore, përfshirë rrjetin ujësjellësit dhe kanalizimit, asfaltimi rrugëve lokale dhe zgjerimi bulevardeve për të lehtësuar qarkullimin dhe për të rritur sigurinë rrugore dhe eliminimin e kaosit urban, me theks të veçantë në sistemimin e hapësirave publike dhe parkimeve. Mexhiti theksoi se Çajiri po ndërtohet sipas standardeve të reja urbane dhe si shembull përmendi fazën e tretë të ndërtimit të sheshit Skënderbeu, projekt që parashikon edhe një parking nëntoksor me kapacitet prej 800 veturash. Një tjetër projekt i rëndësishëm i paralajmëruar është pajisja rreth 80 ndërtesave të vjetra banesore me ashensor, duke synuar përmirësimin e ndjeshëm të kushteve të jetesës për banorët, veçanërisht për të moshuarit dhe personat me nevoja të veçanta. Ne po kryejmë një Çajir që merr frymë. Megapark Çajir do të jetë projekti më i madh i gjelbrimit dhe rekreacionit në historinë e komunës. Ai do të ketë zonën ujore, shtigje për ecje, hapësira sportive, kënde për fëmijë dhe ambiente për koncerte e evente. Krahas këtij, po rinovojmë parkun e Çajirit dhe po instalojmë kontinjent nëntoksor në çdo lagje. Kemi nisur programin e ndriçimit dhe menaxhimit të integruar të mbeturinave për një ambient të pastër, të sigurt dhe ekologjik. Partitë politike po i shfrytëzojnë ditët e fundit të fushatës. VMRO PMN gjatë ditës djeshme ka mbajtur tubim në lagjen aerodrom të Shkupit. Të pranishmeve ju drejtua kandidati VMRO PMN-s për kryetar qytetit Shkupit, Orse Gjorgjevski, i cili prezantoi projektet nga programi i tij për këtë komunë. Gjorgjevski theksoi se në bashkëpunim me kryetarin aktual të aerodromit Dejan Miteski, fillimisht do të angazhohen për zgjidhjen e kaosit trafik dhe për ta lidhur aerodromin me pjesën tjetër të qytetit. Ai tha se do zgjidhet edhe kaosi urban i përditshëm dhe para së gjithësh si shtrat do të vendoset të rend që në atë mënyrë do të japin fund këtij problemi që qytetarët ballafaqojnë çdo ditë. Po ashtu Gjorgjevski shtoi se do të investojnë në një mjedis të shëndetshëm mjedisor për shëndetin e familjeve.
Do të zgjidhim problemin shumë vjeçar ekologjik me kanalin e Usjes, me mbyllje të plotë dhe transformim në një zonë të gjelbër përkombësor me pajisje të reja urbane. Do të zgjidhim problemin me Vardarishtën. Ju premtoj të gjithëve banorëve të aerodromit se më në fund çështja e Vardarishtës do të zgjidhet në mandatin ton 4 vjeçar. Në fund të mandatit tim, ajo do të jetë një park modern dhe shëtitoria Buzvardarit do të arrijë deri në lagjen Lisiqe e poshtme. Konferencën e fundit në kuadër fushatës zgjedhore ka mbajtur edhe Kaja Shukova, kandidate për kryetare të qytetit Shkupit nga partia opozitare Maqedona LSDM. Ajo ju bëri thirrje qytetarëve të Shkupit që më 19 tetor të dalin në numër sa më të madh dhe të votojnë numrin 5 për si shta vizion, njohuri dhe rezultate. Shkupi është shtëpia jonë dhe koha ka ardhur të luftojmë për të, u shpreh Shukova, duke theksuar se gjithë fushata është udhëhequr me fokus në zgjidhje konkrete që japin jetë qytetit. Ajo prezantoi planin për Shkupin ku si shta do të marrë frymë përsëri, do të lëviz dhe do të jetoj me më mirë, me më shumë hapësira të gjelbra, parqe të reja, kopshte, lumin e pastër, vardar dhe trafik të sigurt. Kemi zgjidhje dhe për problemet më të vështira, mbeturinat, Drizlën, Vardarishten. Me menaxhim profesional, teknologji moderne dhe standarde evropiane, Shkupi më në fund do të bëhet qytet i pastër dhe i qëndrueshëm. Vizioni im bazohet në njohuri, ndershmëri dhe menaxhim të zgjuar. Kemi plan dhe ekip që mund ta realizoj. Në ditën e fundit të fushatës për zgjedhjet lokale, kandidati për kryetar Shkupit nga Levica, Amar Mecinović, ka ecur në këmbë nga Gjorshe Petrovi deri në lagjen Lisiqe, ku ka mbajtur edhe një konferencë për media. Ai tha se thelbi i fushatës ishte që të japim përsëri shpresë, sepse si tha, të gjithë në qytetin e Shkupit mund të bien dakord që gjërat nuk shkojnë mirë. Ai theksoi se duke pasur parasysh fushatën pozitive që Levica zhvilloi gjatë gjithë kësaj periudhe, presin rezultate pozitive. Mecinović theksoi angazhimet kryesore të kësaj fushate, prioriteti numër 1 dhe më i rëndësishëm për ta në mandatin e ardhshëm. Ai tha se do të jetë transporti publik, ndërsa çështjet kyçe është mbrojtja e mjedisit dhe lufta kundër ndotjes së ajrit. Nuk na duhet shumë filozofi, nuk na duhet studime, as vlerësime, as ekspert. Të gjithë ne jetojmë në Shkup. E dim që situata është shumë e keqe. Ndoshta kur nuk ka qenë kaq keq, por ajo që duhet të bëjnë aktorët politikë në Maqedoni është që të tregojnë se gjërat mund të ndryshojnë dhe se ka shpresë. Këtë ne arritëm ta bëjmë. Kandidati i Aleancës Kombëtare për Integrim për Komunën e Çajirit, Bojar Osmani, ka mbajtur sot konferencën e fundit në kuadër të fushatës për zgjedhjet lokale. Osmani u bëri thirrje gjithë qytetarëve që të dalin sa më masovisht për të votuar, pasi sipas tij këto janë zgjedhje historike, duke shtuar se 19 tetori është referendum për të ardhmen e Çajirit dhe i thanë se janë një moment historik për komunën dhe për dinjitetin e qytetarëve. Në fjalën e tij ai paralemroi për proceset politike dhe shoqërore që si shta rrezikojnë kursin evropian të shtetit. Çajiri nuk duhet të bëhet simbol i humbjes. Çajiri duhet të jetë bastion i dinjitetit, nënvizoi Osmani. Kandidati AKI-s theksoi se votimet të dielen më 19 tetor ka një rëndësi që shkon përtej zgjedhjeve lokale. Është e qartë se këto zgjedhje në Çajir janë historike. Dhe ky është një referendum për të ardhmen e Çajirit, por edhe referendum për dinjitetin e popullit tonë. Në këto zgjedhje ka vetëm 2 anë. Në njërën anë janë qytetarët e Çajirit, njerëzit që punojnë ndershëm, që jetojnë me modesti dhe që e duan komunën e tyre. Të gjithë ju që doni rregull, respekt dhe kujdes për komunën që meritoni. Në anën tjetër janë ata që uzurpuan komunën për vete, që për 20 vjet e përdorën për pasurimin e tyre personal, që për 20 vjet ofrojnë premtime boshe para zgjedhjeve, e më pas vazhdojnë me të njëjtën këngë, korrupsion, kaos dhe punë vetëm për vete. Qytetarët edhe këtë vit mund të raportojnë shkeljen e të drejtës votës. Avokati i popullit ka hapur linjën telefonike falas, e cila në ditën e zgjedhjeve do të jetë e hapur nga ora 7 deri në orën 19.
Avokati i popullit ka hapur linjën telefonike falas 0800 54 321, në të cilën qytetarët mund të raportojnë shkeljen e të drejtës së votës. Siç njoftojnë nga zyra e avokatit të popullit, linja do të jetë e hapur nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 19 të mbrëmjes. Përveç përmes linjës telefonike, qytetarët do të mund të raportojnë një shkelje të drejtave të tyre të votimit personalisht në zyrat e avokatit të popullit në Shkup, Manastir, Kërçov, Kumanov, Strumic, Tetov dhe Shtyp. E drejta e votës është e drejtë e garantuar me kushtetut si e drejtë universale dhe e drejtë për drejtë dhe ushtrohet në zgjedhjet e lira me votim të fshehtë. Askush nuk mund të mbahet përgjegjës për ushtrimin e kësaj të drejte. Prandaj nuk është rastësi që shkelja e lirisë së zgjedhjes së votuesve si dhe shkeljet e tjera të së drejtës së votës janë vepra të dënueshme. Nga zyra e avokatit të popullit shtojnë se qytetarët do të mund të telefonojnë në numrat vijues të telefonit për të mbrojtur të drejtat e tyre: Tetov 044 344 082, Strumic 034 329 996, Kërçov 045 228 586, Manastir 047 242 310, Shtyp 032 389 701 dhe Kumanov 031 431 488. Nga zyra e avokatit të popullit theksojnë se institucionet kompetente janë të detyruara të sigurojnë mbrojtje të drejtës së garantuar të votës së qytetarëve, e cila ushtrohet drejt për drejt dhe në mënyrë të fshehtë në zgjedhje. Është miratuar strategjia kombëtare për zhvillimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit. Ministri për transformim digital Stefan Andonovski tha se ky dokument përfaqëson një udhërrëfyes për mënyrën se si shteti ynë do ta rrealizojë të ardhmen digjitale. Maqedonia e Veriut pas 8 vitesh e ka miratuar strategjinë kombëtare për zhvillimin e teknologjisë së informacionit dhe komunikimit, e njohur si Smart MK 2030, e cila shërben si një udhërrëfyes për mënyrën se si shteti do të ndërtojë të ardhmen e vet digjitale. Ministri për transformim digital Stefan Andonovski theksoi se ky dokument përfaqëson një udhërrëfyes për mënyrën se si shteti ynë do të realizojë të ardhmen digjitale. Ministri tha se strategjia shoqërohet me një plan veprimi që e shndron vizionin në hapa konkret. Fokusi është tek zbatimi i shpejtë, treguesit e qartë dhe vlerësimi i vazhdueshëm. Shteti modern digital fillon me një infrastrukturë të qëndrueshme. Qëllimi ynë është që çdo familje dhe çdo institucion të ketë qasje në rrjet të gigabit dhe lidhje 5G me çmime të përballueshme. Kjo do ta mbyllë hendekun digital me zonave urbane dhe rurale dhe do të krijojë kushte për qasje të barabartë në shërbime digjitale dhe në dije. Në partneritetin me sektorin privat do të nxiten investime në rrjete optike, qendra të dhënave dhe platforma cloud, të cilat do të jenë bazë për më shumë ndërvepreshmëri, siguri dhe besim digital. Ai shtoi se kjo strategji është rezultati një procesi gjithëpërfshirës që zgjati më shumë se një vit. Ministri gjithashtu u pyet se nëse me këtë strategji pritet të ulen çmimet e internetit në vend. Ai u përgjigj se për përmirësimin të cilësisë së shërbimit dhe se do të ketë diskutime me kompanitë për të siguruar internet me çmime të përballueshme. Drejtori i përgjithshëm dhe kryetari i bordit drejtues të Alkaloidit, Zhivko Mukajtov, mori pjesë për herë të parë në konferencën kryesore financiare në rajon Sfida e ndryshimit, e cila po mbahet në Rovinj të Kroacisë nga 15 deri më 17 tetor, organizuar nga Bursa e Zagrebit dhe Shoqata Kroate e kompanive të menaxhimit fondeve të pensioneve dhe kompanive të sigurimit pensioneve. Alkaloidi është e pranishme në Bashkimin Evropian prej 18 vitesh, por fakti që vijnë nga një vend që nuk është antar i Unionit sjell gjithmonë specifika shtesë. Me një treg vendas prej vetëm 2 milion banorësh krahasuar me tregun evropian prej 448 milionësh, rritja dhe zhvillimi janë të mundura vetëm nëse horizontet e biznesit drejtohen përtej kufive, është shprehur Mukajtov. Kjo konferencë që organizohet tradicionalisht nga viti 2012 përfaqëson platformë qendrore për takime me më shumë se 550 përfaqësues të bashkisë së biznesit vendas, të rajonit dhe ndërkombëtar. Në Shkup është organizuar aktivitet në shenjë të përkujtimit të gjenocidit ndaj çamëve të bërë nga shteti grek. Shoqata kulturore Vizioni M në bashkëpunim me Fondacionin Çamëria Hasan Taksini nga Shqipëria organizoi një aktivitet me temën Çamëria dhe problemi çam sot, i cili mlodhi historian, studiues, artist dhe qytetar të interesuar.
Në vazhdën e aktiviteteve që synojnë të ruajnë kujtesën historike dhe identitetin kombëtar, mbrëm shoqata kulturore Vizioni M në bashkëpunim me Fondacionin Çamëria Hasan Tahsini nga Shqipëria organizoi një aktivitet me temën Çamëria dhe problemi çam sot. Ky takim mblodhi historian, studiues, artist dhe qytetar të interesuar për të reflektuar për historinë, dhimbjen dhe drejtësinë e munguar për popullin çam. Përveç ligjëratave nga personalitetet të njohura si Qerim Lita, Luan Rama dhe Alket Veliu, aktiviteti u pasurua edhe me ekspertizën Saga e Dinejve, çamat që bën histori, që solli në vëmendje rrugtimin dhe sakrificën e brezave çam ndër vite. Programi filloi me një film të shkurtër, nga ku përmes atyre pamjeve u përcoll dhimbja dhe shpresa e popullsisë. Në përpjekje për të mbajtur gjallë ndodhitë rreth çamave, historiani Qerim Lita në fjalën e tij foli mbi hulumtimin e tij të fundit në arkivat shtetërore shqiptare rreth çështjes çame. Me këtë popullsi udhëhiqte Këshilli Antifashist Çam, në kuadër të cilit vepronin këshillat nacional shqiptar të prefekturave si dhe të nënprefekturave. Organi më i lartë drejtuesi i Këshillit Antifashist Çam ishte kryesia e cila përbëhej nga Vehip Demi, kryetar Aqif Ademi, nënkryetar Dervish Dojaka, sekretar si dhe Braho Karahasani, Hizer Ahmeti, Recep Luri dhe Hayreddin Mergjushti. Ndërkaq, Luana Rama, studiues arti, publicist, shkrimtar si dhe ish ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Francë, sa i përket çështjes çame, atë e sheh si një histori tragjike dhe shton që Greqia gjithmonë ka dashur që të heshtet dhe të mos flitet kur më për çështjen çame. Historia çame është një histori tragjike, është një histori që Greqia gjithmonë ka dashur që të heshtet, të mbyllet kjo gjë, të mos flitet kur më. Për shembull, po të shikosh në tekstet dhe qoftë edhe në tekstet zyrtare të historisë, fjala çamëria është zhdukur komplet, sikur s'ka ekzistuar çamëria. Ndërkohë që jo vetëm fjalën çamëri dhe çam, por edhe shkrimet të ndryshme. Ndërkohë, drejtori i Fondacionit Hasan Tahsini, Alket Veliu, theksoi faktin se qeveria në Athinë nuk pranonte të drejtën e çamave për t'u kthyer në shtëpitë e veta në çamëri, duke lënë të hapur mundësinë për të diskutuar për pronat e çamave. Ajo që vlen për të thënë dhe për të theksuar është që në 33 vite deri më sot, çështja çame nuk ka patur një, le të themi, zhvillim të mëtejshëm për trajtimin e vet, por ka patur një regres, sepse sot, pas 33 vitesh, shteti grek thotë që nuk ka më çështje çame, ndërkohë që njihej 33 vite më para, njihej nga ish kryeministri i atij vendi. Kjo padyshim është për fajin e shtetit shqiptar, që nuk ka një politikë dhe diplomacia diletante e shtetit shqiptar, nuk ka një politikë kontinuiteti, vazhdimësie. Pra, çështjet atje ku janë lënë të vazhdojnë dhe të merren dhe të trajtojnë mëtej. Kjo ngjarje u përmbyll me ekspertizën Saga e Dinejve, çamët që bën histori, ku pjesëmarrësit i vëzhguan me kujdes dhe kuriozitet të madh pikturat, duke kujtuar se sa të tmerrshme kanë qenë ato ditë për popullin çam. Sot në Tiranë do të mbahet protest në mbështetje të ish udhëheqësve të Ushtrisë Shqiptare të Kosovës që për akuzat për krime lufte po gjykohen në Hag. Organizata e veteranëve të luftës UÇK-s, e cila ka organizuar protestën, ka njoftuar se mbi 60 autobus do të nisen nga Kosova drejt Tiranës të premten. Kjo organizatë ka njoftuar edhe se në periudhën 17 tetor nga ora 9 dhe 18 tetor ora 9 nuk do të ketë pagesë në rrugën e Kombit. Në mbështetje të protestës ka dalë edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Protesta që do të mbahet në sheshin Skënderbej në Tiranë është paraparë të mbahet në orën 17. Protesta kundër gjykatës speciale e në mbështetje të Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit janë mbajtur në kusht në Prishtinë e në shtator të Selie Speciales në Holand. Thaçi, Veseli, Krasniqi dhe Selimi akuzohen nga speciala për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Ata janë duke u mbajtur në paraburgim që nga viti 2020. Programi botror i ushqimit i OKB-s po dërgon rreth 560 ton ushqim çdo ditë në Gaza, që nga hyrja në fuqi janë pushimit më 11 tetor, por parlemroi se dërgesat mbeten shumë më poshtë se sa nevojitet për të përmbushur nevojat urgjente të popullsisë.
Arpushimi ka hapur një dritare të ngushtë mundësia dhe programi botror i ushqimit po lëviz shumë shpejt për të rritur ndihmën ushqimore dhe për të arritur te familjet që janë përballur me muaj bllokim të ndihmës, zhvendosja dhe uriu, tha zëdhënësja programit Abire Tefa gazetarëve në Gjenev të premten. Jemi ende nën atë që na nevojitet, por po ja dalim, tha ajo, duke vënë duke se dërgesat mesatare ditore të agjencisë kanë arritur në rreth 560 ton që nga hyrja në fuqi e arpushimit. Agjencia ka parapozicionuar gati 60.000 ton furnizime ushqimore në gjithë Egjiptin, Jordaninë dhe brenda Izraelit për të mbështetur shpërndarjet ndërsa arpushimi është në fuqi. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje.